Atëherë Gosta, keni ndjerë ndonjëherë frikë ose pak stres kur dikush ju ka vendosur kufij për ju? Do me thënë drejtën, vllai, thjesht për pjesën e veshjes ose stilit tim, që nuk është se është i parë në Shqipëri, është thjesht domethënë ekstravagant për adoleshentët e sotshëm. Dhe thjesht ne jam thotë që mos u vish ose jo, nuk do ta bësh të, nuk do vish me mua thjesht. Po nuk është se e vras shumë mendjen, se thjesht e di që fundit thjesht e ka atë mentalitetin e vet. Po, e kuptoj. Në fakt mua stili jot më pëlqen shumë. Edhe vazhdo vishu si të duash. Edhe në çfarë do lloj stili që ty duket i përshtatshëm për veten tënde. Tani vllai mendoj që e ka për mirë, patjetër nuk e ka për keq. Në fakt kemi shumë kufinj që në fakt vendosen për të mirën tonë, duke qenë se në adoleshencë nuk jemi të zhvilluar plotësisht si nga ana mendore, qoftë edhe fizike, dhe prandaj ndodh që shpesh ne të hastim me disa kufinj që mund ta vendosen nga shoqëria ose nga familjarët. Për shembull, tek pjesa ime, prindrit më kanë vendosur kufinj, po me të drejtë, normalisht, jo, mos u vish ekstravagante, mos u lyej shumë, vishu në mënyrën e përshtatshme, jo, po postime dhe gjëra, dhe unë mendoj që kanë të drejtë deri diku, sepse na mbrojnë dhe ne për shkak të moshës, se jemi akoma minorene dhe duan më të mirën për ne. Po,